se unë nuk përfaqësoj pronarët. Për dijenin tuaj, unë nuk e kam takuar kurrë asnjë nga pronarët që përfliten, si pose që janë pronarë dhe përfliten që s'janë pronarë, asnjë. Nuk kam iden fare, hiç fare për çfarë marrëveshje kanë bërë investitorët me pronarët, është një çështje private. Dhe nëse ju ktheni në kohë kur ka dalë për herë të parë shpreha interesit nga ana e familjes së presidentit të Shtetet Bashkuara për Shqipërinë dhe kur është folur për Sazanin dhe për Zvërnecin, unë e kam thënë shumë qartë që në atë kohë Sazani është një çështje e qeverisë shqiptare, për sa i takon marrëveshjes dhe për sa i takon mënyrës se si do të shkohet nga pamja e marrëveshjes, ndërsa pjesa përballë Sazanit është një çështje private, pronarësh privat. Dhe pronarët privat merren vesh privatisht. Kështu që Shqipëria shitet apo nuk shitet kur vjen puna tek pronarët private, këtë vendosin pronarët, nuk e vendosin as qeverit, nuk e vendosin as protestuesit. Pjesa tjetër është siç ka vijuar. Pra, marrëveshja e shitjes që do thot kur agjencia përkatëse që merret me lejet apo me master planet, kur merr një shprehje interesi, kërkon hipotekën. Apo ke apo s'ke hipotekë. Që ke apo s'ke marrëveshje me pronarët që figurojnë në hipotekë. Ka pretendent në Shqipëri sa të duash që nuk i kanë me hipotekë pronat, po i kanë me pretendimet e tyre, me letra, nuk e di, pa letra nuk ka rëndësi. Dhe veprimtaria e agjencisë në këtë rast është veprimtaria e bazuar tek çfarë është paraqitur dhe çfarë është verifikuar, siç verifikohet çdo proces në hipotekë. Jemi dakord deri këtu? Në rregull. Mund të mbaroj? Jo, ti mund patjetër, po ta mbaroj. Kjo është pjesa që ka të bëjë me atë që shtrove dhe që ka të bëjë me sjelljen e shtetit. Dhe për sa kohë ajo tokë është një tokë e blerë nga investitorët, ajo është tokë e investitorëve. Për ligjërisht për shtetin. Tani, pjesa tjetër që ka të bëjë me a është e pronarit, a s'është e pronarit, në këtë rast, se aty janë disa shitje, apo jo, nuk është vetëm një. Në këtë rast, për një subjekt nga disa që kanë bërë shitjen e pronës, ka rezultuar që ka një hetim për subjektin prej disa kohësh, se disa, 1 vit, 2 vjet, 5 vjet, 10 vjet, nuk e di. Dhe për këtë arsye është bllokuar fondi që kanë paguar investitorët. Por ama transakcioni ka ndodhur. Pra investitorët janë pronarë sot. Fondi është bllokuar. Që do të thotë në këtë rast, fakti që ka pasur një hetim mund të jetë jashtëzakonisht pozitiv për çdo qoftë që mund ta fitoj me gjykat pronën. Nëse sepse hetimi nuk bëhet se këtu u bë një çamure e madhe, çorp. Hetimi nuk zhvillohet për kompaninë, hetimi nuk zhvillohet për investimin, hetimi nuk zhvillohet për projektin, hetimi nuk zhvillohet për zhvillimin atje. Hetimi ishte një hetim në proces, është një hetim në proces për një individ, një subjekt që ka shitur pronë.